Besimtarët katolik në Shkodër, të udhëhequr nga arqipeshkvi i Shkodër Pult, Imzot Giovanni Peragine, kanë kremtuar të premten e madhe përmes ritualit tradicional të udhës së kryqit. Ceremonia nisi nga katedralja i Shën Shtjefnit dhe përfundoi në varrezat katolike të Rëmait, duke mbledhur besimtarët në një atmosferë lutjeje dhe reflektimi. Udha e kryqit simbolizon mundimet e Jezu Krishtit dhe rrugtimin e tij të fundit drejt Golgotës, ku edhe u kryqëzua. Gjatë këtij pelegrinazhi, pati ndalesa të veçanta edhe në kujtesë të vuajtjeve të martirëve të fesë, të cilët u persekutuan dhe u vranë gjatë regjimit komunist në Shqipëri. Kanë pranuar dënimi duke falur. Udhën e kryqit që kemi ndjekur edhe ne, na bën të mendojmë se edhe ne të krishterë, edhe sot, së bashku me shumë njerëzit, përjetojmë edhe padrejtësi. Mendojmë sa padrejtësi e përballojmë çdo ditë në vendin tonë. Mendojmë edhe sa padrejtësi njerëz të pafajshëm akoma sot e përmballojnë. Mendojmë edhe për ato situata kur jetojnë në luftë, sa fëmijë të pafajshëm janë të dënuar, sa njerëz e vuajnë luftra. Mendojmë edhe lutim Zotin për këto vende të ndryshme, që na sjell dhuratën e paqes, sa kemi nevojë për paqen në vendin tonë, në botën tonë. Besimtarët përkujtuan vdekjen e Krishtit në kryq, ndërsa përgatiten për kremtimin e Pashkëve, që simbolizon ringjalljen e tij.